Mirëmbrëma të gjithëve. Jemi sot këtu për të promovuar librin Poema e mungesës të autores Rita Petro. Unë ju falenderoj të gjithëve për pjesëmarrjen. Një ditë kaq të bukur me diell, ditë fundjavë, që keni bërë shumë të bukur sallën e Hotel Kral. Njëkohësisht falenderoj në emër të autores edhe Hotel Kral për vëmendjen që ka ndaj letërsisë së mirë dhe sidomos ndaj letërsisë së Ritës në një mbrëmje si kjo. Ju të gjithë, unë shpresoj që të gjithë e njihni Ritën, por ndoshta të ata që e njohin pak më pak krijimtarinë e saj, më lejoni të them dy fjalë shkurtimisht përpara se ta zhvendosim debatin në komunikimin mbi krijimtarinë e Ritës. Rita Petro njihet ndoshta për shumë nga të pranishmit e kësaj salle si botuesja modele e Albasit, si një nga edukuese përmes librave që shtëpia botuese që ajo së bashku me partnerin e saj ngritën në shërbim të brezave dhe edukimit të tyre. Jam shumë krenare që jam edhe bashkëpunëtore, unë jam Anakove, profesore letërsisë gjermane në Shqipe dhe krijuese po ashtu. Fillesat letrare të Ritës si krijuese janë të njohura edhe për brezin tim, sepse ne shpesh dëgjonim në festivalet e këngës në radio televizion tekstet e poezive të Ritës si diçka krejt unike, diçka krejt e ndryshme nga tekstet e realizmit socialist në atë kohë. Dhe pas në viteve 90, Rita vazhdoi të na magjeps me poezitë e saj të bukura. Por ajo çka unë do të theksoja është që këto vitet e fundit dhe sidomos kjo dekadë, letërsia shqipe, ku kanë milituar shumë nga kolegët e Ritës, është shenjuar edhe nga emri i Rita Petros. Sot e kemi poeten laureate, ndoshta një duar të thitje do doja. Është vlerësuar për romani lindur së prapthi si pjesë me çmimin çmimin evropian të letërsisë, është mbartë se shumë çmimeve, por ajo që e bën të veçantë Ritën nuk janë thjesht çmimet, të cilat në rastin e saj janë plotësisht të merituara dhe të spikatura, është marrëdhënia e saj krejt e veçantë me gjuhën dhe sidomos marrëdhënia e saj krejt e veçantë me lexuesin. Aradhës së librave të letërsisë më të mirë të letërsisë shqipe mund të përmendim romanin Lindur së prapthi, të shkruar nga autorja Rita Petro, po ashtu dhe vëllimet poetike, sepse Rita është një lirike pa të dytë. Këtu poshtë këndohet live, kënga e Turnës, guxo të mos më duash prap, dhe poema Vrima dhe sidomos poema e mungesës. Unë do ta nis me një pyetje klishe, jashtë letrare. Çe Ritën me Vlorën, si ndjen Rita në Vlorë, si ndjen Rita sot këtu? Edhe unë do t'ju përshëndes, unë ngrita pak këmbë që të shikoni gjithë, pastaj mund t'ulem, po me Vlorën bashkë me motrën time që është na lidhin kujtimet të jashtëzakonshme, sepse këtu ka jetuar Halla, ishte martuar në familjen Çili, edhe Stabri është djali i Hallës, dhe në atë kohë kemi pas kujtime të jashtëzakonshme që unë i kam përshkruar edhe në romanin Lindur së prapthi. Gjithsesi, unë kujtoj sidomos kohën e verës, kohën e plazhit, kohën kur dinim shëtitje, kohën edhe kur na sharën, ose erdhen ta Tiranësit, na erdhen këtu për na pushtojnë detin e Vlorës, por gjithmonë në atë sharje ne e dim shumë mirë që kishte një dashuri shumë madhe që në shqyqy që keni ardhur. Unë i takoj shenjës së peshve dhe dua shumë detin, normal më shumë kemi bashkuar në Durrës, por kur vjen në Vlorë pastaj kënaqësia ka qenë e jashtëzakonshme. Kështu që më lidhen shumë fije, dashurie me Vlorën. Unë ju falenderoj shumë, falenderoj Anisën që e bëri të mundur një takim të tillë, se të bësh takime për librin, jemi mësuar që i bëjmë për biblioteka, në mjedise universitare, në mjedise shkollore,
por që një hotel të kujtohet dhe të bëj aktivitete për librin, mendoj që është një shërbim. Faleminderit Anisa, po deshe të thuash e meriton të vish këtu 2 minuta. Është gjë e madhe. Kushdo që bën një gjë të tillë për librin, mendoj që është gjë e madhe. Për shembull, më ka bërë përshtypje, dje ishim në Buren dhe me thënë drejtë më erdhi zor që jetojmë në të Shqipëri dhe jam kaq shumë vjeç dhe nuk isha qenë asnjëherë në Buren, sepse janë ato rrugët nacionale që vetëm kalon në vende ose shkon në vende që ti duhet. U bën një aktivitet libri, një panajir libri, panajiri edhe për kulturën, për veshjen dhe gjithçka tjetër dhe bëri një përshtypje jashtëzakonisht të madhe në mënyra se si ishte organizuar, mënyra se si lexuesit komunikonin me ne. Natyra shumë e bukur. Kështu që gazetari përpara Arturi më pyeti si ka mundësi nga Bureli drejt e këtu, po bën shumë aktivitete, javën tjetër jam në Toronto dhe them mbase është pikërisht ajo magjia që në moshën time, kur ti lëviz, ke energji, ke dashuri, takon njerëz, çfarëdo lloj pune që të bësh, mendoj, është kjo energjia e bukur pozitive që shkëmbej me njëri tjetrin e patjetër edhe energjia që edhe dashuria, edhe poezia ja shton shumë sa i gjë. Faleminderit. Anisa, do dëshiroje të thoshe 2 fjalë? E ka lënë në fund. Okej, në rregull. Ana, faleminderit një herë, sepse Anën e kemi nga bashkëpunëtorët më të fuqishme të Albasit. Ana është një nga përkthyeset që vlerësohet shumë jo vetëm te ne, por edhe në botë, sidomos për gjermanishte. Së fundmi ka marrë disa çmime, edhe ndërkombëtare dhe kombëtare, dhe një nga perlat që ka përkthyer është Günter Grass, Daullja prej La Marine. Ka dalë vëllimi i dytë, sepse janë libra madhor, dhe së shpejti do dalë dhe vëllimi i tretë, po ajo që do të them është që janë libra që përbëjnë atë që themi ne letërsia e rrezikshme, një autor që gjithmonë që fillimisht nuk është dashur pikërisht për këtë letërsi të rrezikshme dhe pastaj e do gjithë botë. Si duket shumë ndodh në letërsi apo jo? Shumë ndodh në letërsi dhe ne që jemi tek letërsia e edhe Ana shkruan vetë, është poete shumë e mirë, prozatore shumë e mirë, po ka zgjedhur më tepër të thotë jam përkthyese e madhe, është shumë modeste. Jemi për Ritën këtu dhe me që jemi te letërsia e rrezikshme, Rita hoqi një paralele mes një romani shumë të rëndësishëm të letërsisë botërore, Daullja prej La Marine e Günter Grassit. Personazhi aty është një anormal, le të themi, një xhuxh, Oscar Macerati, I cili guxon të futet dhe të shohë atë çdo sy njerëzore sheh, por nuk e thot dhe nuk e shpreh. Ndoshta për hir të përmasave të tij fizike, që futet në fund I sheh të gjitha dhe gjithë shtjella e romanit është kjo, guximi I madh. Po aq e guximshme është edhe Rita në letërsinë e saj. Romani që u përmend tashmë është një roman kryekput I harlisur, si thua, nga një imagjinat jo dhe aq normale. Ka shumë eros brenda, nga kritika është quajtur shumë herë edhe pornografi. Po flas për këtë roman sepse u ngritën shumë njerëz që në Gjermaninë asaj kohe censuruan, thanë si mund të futet në shkolla një letërsi e tillë, si ka mundësi të rinjtan të lexojnë të tilla gjëra, dhe pak a shumë një val e tillë njerëzish, moralistë, gjoja të revoltuar pa lexuar letërsi dhe pa marrë mesazhet letrare. U pa edhe kur u votua edhe libri Brima I Ritës, por edhe pse jemi për këngën e turmës sot, unë do doja të ndalesha pak çfarë do të këngë e turmës, unë jam. Po ema nuk e unë jam pjesë të gjithë pjesa e librave. Unë jam një fan e letërsisë së Ritës dhe njëkohësisht një nga pa pasur marrëdhënien votues përkthyes, një nga fansat e letërsisë së saj dhe si e tillë kur preket shija ime estetike shpesh dhe publikisht kam reaguar, jo se u prek mikja, se në këtë rast marrëdhënia është përtej, në letërsinë e epërme ne gjykojmë mbi bazën e shijeve tona, por se u prek shija ime si lexuese dhe si perceptuese.
Çfarë do të thotë si është ndjerë, se unë nuk kam pasur mundësinë të pyes Günter Grassin si është ndjerë ai kur është linçuar nga shumica e gjermanëve atëherë kur u votua Dauda Freira Llamarine, por si është ndjerë Rita kur u linçua nga shumica, s'po themi lexuesve, se lexuesit gjithmonë e kanë dashur dhe e duan Ritën, por e jo lexuesve të Vrimës. Dhe si e përballoi atë fushat, le të themi, denigruese për letërsinë. Rita në atë kohë. Unë e di se si, po do doja ta dëgjonte edhe publiku. Shiko, ai libër u shkrua, unë e kam thënë gjithmonë, nga se u frymëzova, dhe lidhe me vulkanin e Santorini, edhe me ato vrimat që gjithmonë zjerin nxehtësi dhe që nga shkencëtarët thuhet që do shpërthej përsëri vulkanin. Ky është e nisja. Pastaj normal, si çdo gjë në letërsi, unë nuk i takoj fare zhanrit erotik. Letërsia ime është filozofike, erosi është thelbi i letërsisë ime dhe të shkruash për erosin, të shkruash për gjithë gjërat që na ndodhin në jetë, të përballesh jo vetëm me atë, se sa e bukur është dashuria dhe sa që ja mësojmë fëmijëve, vajza e varfër që në fund puthet dhe nxjerr xixa me princin e kaltër nga puthja dhe të tregosh realitetin dhe vetëm arti mund të futet aty që të tregojë edhe vulgaritetin e jetës. Dhe pikërisht është ajo që njerëzit ndonjëherë edhe tronditen kur tregon një lloj perversiteti njerëzor. Tronditen sepse duket sikur i ke nxjerrë lakuriq, po mos e bëri arti këtë shërbim nuk ka kush ta bëjë. Poezia ka disa funksione, se më pyesin shpesh tani duke qenë dhe poete laureate. Dhe unë them, poezinë mund ta marrë gjithmonë, është moto e imja kjo, poezinë mund ta marrë gjithmonë, edhe në një takim dashurie, por mund ta marrësh edhe në një protestë. Në protestë, sepse poezia ka pjesën e angazhimit vet. Dhe sidomos poezia që ka shumë luftarake që është brenda saj. Dhe që unë shumë vargje të tilla i kam dhe ke poema e mungesës për të kërkuar drejtësi, se si mund të luftohet pa drejtësia dhe si mund të kërkojmë drejtësi. Por nga ana tjetër poezia ka dhe funksionet na i lëmoj ndjenja, na e bëjnë natën tonë më romantike, po ama nga ana tjetër e na trondis. Dhe gjitha këto përbëjnë atë që quhet katarsisi në letërsi, dhe që fillimisht nuk më njihnin shumë njerëz, më njihnin vetëm në rrethet letrare. Unë kam shkruar në vitet 90 e kam votuar dy libra, Vargjet përfolura dhe Shija e Instiktit, dhe që atëre ka pasur shumë vargje që edhe atëre mund të merreshin si të turshme apo të rrezikshme, por njerëzit unë mendoj që në vitet 90 kanë qenë shumë më të hapur, sepse ishte ai revolucioni përmbysja i bëri më të hapur që ata të mundet të shprehnin veten e tyre. Dhe ndonjëherë të vjen keq që duket sikur një pjesë e shoqërisë shkon brapa. Pavarësisht se unë jam shumë e lumtur që kur ke lexues të çdo moshe, lexuesit e moshës time, edhe më të moshkuar se unë, lexuesit më të rinj, lexuesit 30-40 vjeçar, po sidomos edhe të rinj, dhe them atëherë ja pas kam arritur që të prek ato telat e zemrës. Dhe kjo është, në fakt ky është ajo që misioni i shkrimtarit. Për të mbritur pastaj tek romani Dimër së Prapthi, një roman i cili pushtoi po ashtu zemrat e shumë lexuesve dhe arriti të kalojë edhe kufit përmes përkthimit të tij në shumë gjuhë. Jo vetëm si pjesë e një kompeticioni shumë të rëndësishëm siç ishte çmimi europian i letërsisë. Unë doja të pyesja sa të rëndësishme janë kujtimet për një krijuese si Rita. Kujtimet sa të ndihmojnë, aq ndonjëherë të prishin edhe punë, sepse kur është fjala që ti nuk do bësh autobiografi, nuk do bësh biografi, nuk do shkruash për jetën tënde dhe të tjerëve, por mendon që do bësh letërsi. Dhe më ndihmojnë shumë personazhi i vogël, që të gjithë e lidhin me Ritën e vogël, normalisht është Rita e vogël. Dhe fillova të gërmoj brenda vetes dhe thash, jo çdo kujtim bëhet letërsi, do vetëm e kisha parim këtë, dhe doja që të zgjidhja ato personazhe dhe të tregoja ato ngjarje që të plotësonin një mozaik
të tërë. Aty ka shumë personazhe që janë real, po që tregojnë pikërisht atë gjë se çfarë kanë mësuar njerëzit në kohën e komunizmit dhe nga këndvështrimi i fëmijës, jo thjesht si kronik, që të tregosh një histori që dikush u internua, dikush u vra, dikush u shkatua, po thjesht një personazh i cili jetonte në një familje ku mamaja është komuniste dhe babai nuk do që të bëhet komunist, vjen nga lufta, kishte marrë pjesë në luftë, ishte internuar në Gjermani dhe ndodhen shumë ngjarje aty brenda. Po më të rëndësishme janë dhimbjet e rritjes. Sa shumë të rinj kur e kanë lexuar librin më kanë thënë që po nuk ka rëndësi që ke shkruar për komunizmin, këto dhimbje rritjesh na ndodhin edhe ne. Sepse nuk na kanë folur kur, edhe ne, po dhe ka shumë prindër sot mund të kenë ndryshuar. Po që fëmijët, ne gjithmonë duam të shohim vetëm anën e jashtme të fëmijës, a e kemi ushqyer si duhet, a e kemi bler librat, a ka mësuar, a ka marrë notën, por nuk kemi notën e dur, por nuk kemi marrë asnjëherë me emocionet. Dhe problemi më i madh dhe më i rëndësishëm, ai që shkakton gjithmonë atë luftën mes brezave, është se nuk merren parasysh emocionet. Dhe pikërisht kjo është ajo gjë që unë kam trajtuar në libër dhe pastaj çdo perversitet njerëzor që ka ndodhur në atë kohë, ku ne na e mbushnin mendjen që ky ishte njeriu i ri, po që nuk ishte fare ashtu, kishte dënime grave, kishte vrasje grave, kishte përveç përdhunimeve, kishte pastaj personazhe që ato luftra që sajonim ne, edhe është një personazh, një miku im shumë i dashur i asaj kohe, i cili vdes sepse ishte në shkollën e bashkuar dhe i bioteku. Një personazh shumë i dashur, merret edhe nga prava dhe nga realiteti marrë, e cila është invalide dhe gjithkohën priti nga udhëheci i madh karrigen me rrota dhe karrocën dhe nuk i erdhi asnjëherë. Pra janë personazhe real dhe pastaj rritja, ato dëshirat tona, rebelizmat e fshehura, kur rritesh, rebelizmat ndaj asaj pjesës strikte, jo vetëm në familje, po edhe në institucionin shkollor, sepse ashtu ishte e gjithë atmosfera. Dhe humori, sepse humori e bën që gjithë dhimbjet e fëmijës që u mbet edhe shokun e ngushtë sepse ikën familja e internojnë brenda natës, edhe ajo shikon përtej balkonit dhe s'ka asnjëri në atë shtëpi. Janë dhimbje shumë të mëdha. Janë dhimbje të mëdha që unë i kam trajtuar te ky roman. Mua më kujtohet kur e ka lexuar këtë roman, vajza ime ishte shumë e çuditur, domethënë mua nuk më bënin përshtypje ato gjëra që i bënin përshtypje si me bie. Dhe çuditesha unë pastaj se si çuditej ajo, se i merja si të mirëqëna, që këto gjëra që unë i di dhe kanë ndodhur, duhet i dinë të gjithë se kanë ndodhur. Po në fakt, ky është një brez tjetër që e ka humbur marrëdhënien me atë realitet për shumë arsye. Sepse sot edhe fëmijët tanë po na studiojnë jashtë dhe nuk po merren me historinë e këtij vendi, sepse duhet të kuptosh më mirë prindërit, pikërisht. Edhe ti kuptosh, edhe ti justifikosh, por nga ana tjetër ose gjyshurit, sepse tani kanë kapur 2-3 breze, por edhe prandaj tash dhe ti kuptosh dhe ti justifikosh, edhe ti gjykosh, sepse unë mendoj që pa gjykuar nuk mund të esim asnjëherë përpara. Shumë gjëra dhe ne i kemi mbajtur të fshehta ose pak nuk i kemi thënë se si kanë ndodhur atëherë, s'kemi përcjellë ca gjëra që i kanë bërë të rebelizmat, ata gëzohen, që keni rebeluar, gëzohen dhe me rebelizmat tonë. Kur i thoja unë që i këndonim këngët e Beatlesave, i mbulonim xhamat me batarije të dritareve dhe bënim festa. Dhe çdo gjë ishte e ndaluar, po kjo s'do thotë që mos rebelohesh çdo, sepse çdo kohë që ka diktaturë, ti mendon se futesh dhe në mendjen e njeriu dhe në shpirtin e njeriu, por ja që nuk u fut këto. Kjo e bën të veçantë romanin tënd, sepse ti je zhveshur nga ato gjëra që dikur ishin tabu dhe nuk lejoheshin të shkruheshin dhe nuk lejoheshin as të thuheshin. Shumë gjëra që njeriu i mendonte me veten, ndoshta edhe vetes ndonjëherë nuk ja pohonte. Ne kemi bërë bashkë një libër, Shpresa më e madhe, e një autore shumë të rëndësishme austriake që quhet Ilse Aichinger, dhe ajo ka marrë një çmim. Shpresa më e madhe ishte një libër kushtuar nazizmit
por Ilse e rritur e ka shkruar në pozicionin e një fëmije. Dhe Ilse Aichinger, kjo autore shumë e rëndësishme letërsisë austriake, deri në vdekjen e saj i mori të gjitha çmimet e mundshme që ajo botë kishte. Por u gëzua shumë kur gjimnazet e Vjenës i dhanë çmimin, sepse ishte atëherë gjimnazistët jepnin një çmim për romanin që u kishte bërë më shumë përshtypje. Dhe ka mbajtur një fjalim përpara gjithë gjimnazistëve të Vjenës, duke konsideruar çmimin që dhanë gjimnazistët si çmimin më të rëndësishëm të karrierës së saj. Me motivacionin gjimnazistët nga ky roman ne mësuam për historinë më shumë se që na mësuan librat e historisë. Pra sa e rëndësishëm është që autorët sot të shkruajnë për ato kohra në mënyrë që brezat të mësojnë, pa moralizuar, sepse dhe pa treguar thjesht, po tregojnë një kronik, sepse ne mund ta tregojmë një kronik, mund tregojmë prapë edhe se si ra busti në Tiranë, po problemi është atë i lexon dhe në gazetë, problemi është që si ti prekim ndjenjat, sepse vetëm prekja e ndjenjave, duke prekur ndjenjat, ne çlirojmë njëri tjetrin. Pse s'po ndodh sot në letërsinë shqipe që të jetë ajo temë, domethënë të jetë nga temat e preferuara të rinjve, siç është sot, vazhdon të shkruhet sot në Gjermani. Unë më falni që i referohem po atë botë njoh. Ne kishim para pak kohësh Daniel Friedman që sërish është pjesë e listës e çmimit më të rëndësishëm të sotëm letrar përveç Nobelit, tashmë The International Booker Prize 2026 dhe sërish merret me temën e nazizmit. Dhe njerëzit aty vazhdojnë të lexojnë, nuk janë situatë, okay, po bëjmë një Ana, unë mendoj që kur ju pëlqen letërsia lexojnë çdo lloj teme, sepse nuk e përbën letërsinë e mirë tema. Pikërisht. Mendoj që varet sa shkruajmë ne, varet kemi autocensur apo jo. Se ka shkrimtarë se vërtet në kohën e komunizmit ishte censura shtetërore. Sot është censura më tepër, është censura e opinionit, por jo se nuk është. Edhe e shtetit, po jo në mënyrën siç ishte atëherë. Dhe sepse ka shumë njerëz cilët punojnë, edhe shkrimtarët nuk është se janë në shkrimtarë të lirë. Dhe ti gjithmonë nisesh nga autocensura që po ta shkruaj këtë me kaq guxim, do më gjykojë opinionin. Po të shkruaj një temë e cila ka lidhje me aktualitetin, prap do gjykohen. Kështu që gjithmonë është ajo autocensura e cila të bën që ti mos jesh aq i lirë. Edhe unë gjithmonë e them, kur shkruan, unë mendoj që nuk ka shkrimtar që nuk shkruan çfarë i vjen në mendje, por mendoj që ai momenti, autocensura fillon kur ti do marrësh librin dhe do ta çosh ke tjerë, dhe duket sikur ti je zhveshur nga ky libër. Nëse vërtet je shkrimtar që do që të jesh raportiç përpara lexuesit, dhe kur je vërtet ashtu, në një moment unë e kam dirë, sidomos sepse në kohën që shkrova primën s'kam dirë asgjë se as e dija që do ndodhte ajo që do ndodhte, po për shkak me Lindur së Prafti, duke qenë është një roman që është edhe në vetën e parë, sepse si duket poezia më bën që të shkruaj në vetën e parë, aty e ndjeva këtë gjë. Do dali kjo gjë kështu siç e kam shkruar, do heq në një faqe, mund të kem bërë disa korrigjime të vogla, vetëm me disa personazhe që njerëzit, sidomos Tiranë, do t'i njihin, po që nuk kishin lidhje me mua, por çdo gjë që ka pas lidhje me mua nuk e kam hequr. Po vim tashmë dhe tek libri i cili na ka mbledhur sot, Poema e mungesës, një nga librat më dritërues të kohëve të fundit që unë kam lexuar sa i takon përjetimeve. Unë mendoj që do të ketë vepur shumë kur e ke shkruar këtë libër, dhe po vi prapë te një pyetje dhe të themi sa është Rita këtu dhe do më përjetimet e saj dhe shpjese imagjinata në një libër si ky, sepse unë vërtet të njoh, po ky është një libër që i emocionon të gjithë, aty gjithkush gjen. Do me thënë, është një libër që nuk i takon, si thuash, autorit, sa i takon edhe lexuesit, dhe unë gjithmonë jam me mendimin që librat e dashuria ka thënë shumë në letërsi, por vdekja ka ende çdo thotë përmes dashurisë.
të siguritet gjitha, poema e mungesës më ka lindur në kohë 5 vite më parë, nga një fakt patjetër i jetësime me humbjen e partnerit, por që nuk doja të shkruaj një poem që thjesht nxirja atë dhimbjen time, të çliroja veten nga dhimbja, të kishte shumë nota vajtimi, por atëherë më thash do ta baj në kohë, sepse unë nuk e di se çfarë do më sjellë jeta. Nuk doja të ishte thjesht një poem personale. Dhe thash e kam bajtur në kohë 5 vjet, madje lindur së prakti lindi pak më vonë dhe u mbarua. Dhe kjo poem doja patjetër që ta kapërcente gjën time personale, aty është dhimbja, aty është jeta, aty është vdekja, aty është lufta midis teknologjisë dhe dashurisë, vetmia e të moshuarve, të cilët e ndjejnë shumë, sidomos në ditët e sotme, sepse dhe jeta e të rinjve dhe sfidat që kanë të rinj bashkë me teknologjinë që ta e bën edhe më të shpejt jetën, edhe krijon një ndeg shumë të madh midis të moshuarve dhe të rinjve. Kam shkruar për bukurinë artificiale dhe për bukurinë natyrale, kam shkruar për kosmosin, kam shkruar për vetminë e një ylli që digjet pa emër, vetminë e një njeriu i cili ndjet vetëm, por dhe vetminë si paqe, si urti, si liri. Dhe është shkruar në formën e romanit Në vargje, pra kritika kështu e ka quajtur, nuk ka titull poezish, por ka 5 kapitull, ku ka madje përveç vargjeve për jetën, për vdekjen, për mendimin se si përballohet vdekja kur je vetëm, ose ne jemi 2 luftëtarë të jetës, dhe kur njëri mbetet vetëm si i përballon ato sfidat që, dhe sidomos në shoqërinë tonë shqiptare, jo se përmendet shoqëria shqiptare, po lufta kundër padrejtësisë, e njeriut idealist i cili futet në një luftë dhe që e di që do humbi dhe ai zgjedh prapë të luftojë. Dhe sidomos to janë te poema e popullit vogël, ku ka shumë elemente dhe në shoqërinë shqiptare. Tani do doja që të lexoje diçka për publikun nga poema e mungesës. Ndërkaq që do doja ata që i kanë lexuar ose ata që duan të bëjnë pyetje që ta bëjnë, sa ta gjejmë edhe ne, kush do të lexojë vargje se ka edhe kush do dojë të lexojë, të përgatitet që ta bëjmë edhe po, do ta bëjmë terapi. Po ndërkaq zgjidhja edhe ti. Po, e ke zgjedhur? Unë kam zgjedhur. Unë gjithmonë i bëj se ne jemi këtu të gjithë që kemi humbur të dashurit tanë, dikush prindin, dikush një shok, dikush një mik, dhe jeta kështu është, por gjithmonë i bëj pyetje vetes se dashuria për ta nuk na humbet. Sa kohë frymojmë ne, frymon dhe ajo dashuri. Po më them, jo se ikën njeriu, po ikin gjithë emocionet që ky njeri i dashur për mua më ka dhuruar mua. Ikën gjithë dia që si e merr me vete gjithë dijen. Dhe kjo pjesa e dijes më shqetëson shumë. Na ikin njerëz të ditur, shuhet dhe marrin me vete gjithë dijen e tyre. Dhe unë jam shumë e lumtur që çka ke zgjedhur? Unë kam zgjedhur, nuk e di. Do të lexoj. Do lexoj një pjesë që kam zgjedhur. Që më ka emocionuar mua. Do të çohem. Faktë. Bëhu e fortë. Kam një lajm të keq. I dashuri yt sa po dha frymën e fundit. Po zemrën tonë, çfarë mbron që të mos ndalet nga goditja e një lajmi që ta sjell vdekjen aq pranë? Dhe njeriu në shtrenjtë ta arrit tek disa aq larg për gjithmonë. Si mundet zemra aq delikate nga ndërtimi ta çojë përsëri gjakun në trup? Çfarë na ruan mendjen të mos bëjmë arzira dhe pas pak minutash e kthjellon që mes lotësh e klidhjesh të brendshme të mendojmë se ti je ende gjallë, e duhet të vazhdosh, e shajmë Zotin që na sjell vdekjen, po e harrojmë Zotin që na mbron mendjen.
të përballosh praninë aq afër vdekjes dhe bashkë me të pa kuptimsinë e atij çasti, sekondën, teksa bien poshtë qepalla për t'i mbyllur sytë për gjithmonë. Një çast është, vetëm një çast, që çon një jetë të tërë mbushur me gëzime, dritërima, dashurira e urrëtie, pamundësira e frika, të që paqe në përjetësi. Po si mund të ketë paqe pa luftë? Si mund ta shijoj prejtjen një trup që tretet pa u lodhur? Vdekja na i tërheq me forcë trupat e dashur, e ne mbetemi ngurosur me duar të zbrasta, lypsar para qiellit. Dashuria ime, kur të thoja kam frikë, ti më mbroje krahë. Kur të thoja ndihem bosh, ti ndizje muzikën. Kur të thoja më zihet fryma, ti më çelje dritare. Kur të thoja më dhem këtu, ti më mbuloje me pëllëm dhimbjen. Kur të thoja nesër do të iki, ti kur nuk më the rrugën e ke hapur. Kur unë ikja, kur nuk ja vure çelsin terës. I dashurim, i bukurim, që më shkoja i shumë në krah. A nuk e dëshiron çdo grua këtë sharmin e burrit që bëret shëron energji, humorin e burrit që të bën të qeshësh me shpirt, qetësinë e burrit, kur ty të luhate toka në këmbë, forcën e burrit që nuk përdor grushtin, por gishtat, për ta bërë trupin e një gruaje të prodhojë melodi, shpirtin e një gruaje të nxjerrë zë e të këndojë. Dhe kështu, të dy së bashku, ritmin e jetës mbajnë. Kjo është nga pjesa e parë, është pjesa e dashurisë. Ndërsa është një kapitull tjetër që lidhet me atë që ka preka pak më parë, edhe është një lloj atmosfere tjetër në poemën time. Gjithçka që duam dhe që më së shumti na mungon është prania e tjetrit. Prania na mungon edhe kur njeriu na afërt e kemi pranë. Ai është diku tjetër, por te ekranit komunikon. Gjithçka që duam është të mos ndihemi vetëm, se edhe kur e thojmë nga 10, 100, 1000 njerëz, pse ndihemi vetëm? Kur sapo ke thënë një fjali të vërtetë të kthejnë shpinën, bisedën e nisur ta lënë për gjysmë. S'ka kohë sot askush të dëgjoj dogma vërtetësie. Në thojza dogma. A ke diçka tjetër, një tashetem të vërtetë? Këtu po, ndalemi. E kemi kohë sa të duash. Me kafen turke para të dëgjojmë. Unë basi vetveten mes rumujës urbane, mes kakofonisë së zhurmave rreth e qarë. Edhe kur të vjen në vesh një sirenë ambulance, s'të shkon mendja te sëmundja. Edhe kur parakalon një kortezh, s'të shkon mendja te vdekja. Edhe kur dëgjon një sirenë zjarfikse, s'të shkon mendja te zjarri. Edhe kur të përkëdhel veshin një zë tenori, apo një pikturë e mrekullueshme shfaqet para teje, s'ke asnjë sekond kohë të dalësh nga abia. Çfarë është abia o artist? Mos e prit mendjen o inteligjent artificial. Magnitja lashtësisë si përket. Ato kujtojnë avionët prej letre, i hidhnin me sa fuqi kish krau ynë. Pas ca çastesh që fluturonin në ajër, vinin kokë poshtë për dhe. Kështu përfunduan ëndrat e shumicës prej nesh. Ato kujtojnë varkat që sajonin dhe i prisnin të binte shiu i rrëmbyeshëm, që të formoheshin roket, lëshonim aty varka që uji merrte para, i rrotullonte e i përmbyste më pas. Kështu përfunduan ëndrat e shumicës prej nesh. Vdekja ishte më e shpejtë se tranzicioni ynë i gjatë. Fjala për ju, Minutat e fundit gjithmonë i kemi për komunikimin me publikun.
Rita është një nga autoret që e do shumë publiku, kështu që... Dhe kush do të lexojë? Përshëndetje Rita. Jeta do lexosh. Me qenë se flisni për mungesën, edhe folët për pranim. Me qenë se mungesa do t'ishte një personazh, çfarë zëri dhe karakteri do t'iklit mungesën dhe pyetje parë, dhe përsëri në qoftë se mungesa do t'ishte një personazh, do t'ishte një mik i padëshiruar që s'të lë të qetë, apo do t'ishte dikush që do të nxiste për të thënë Rita vazhdo, shkruaj përpara. Kaq kisha. Faleminderit, pyetje shumë e bukur. Edhe provokuese. Si personazh, mendoj që do kishte fytyrën e dashurisë, sepse që të kesh mungesë duhet të mungojë diçka shumë e madhe. Ndërsa për pyetjen e dytë do të thoja që frymëzues, një personazh frymëzues. Paktën te unë kështu është, ka fytyrën e tij si personazh, ka pjesën e vet optimiste. Unë nuk e kisha menduar se si mund të ndihesh kur je vetëm dhe se si mund të ndihesh pasi ke humbur një dashuri shumë madhe. Është ajo që thash, luftëtarët e jetës, luftëtarët e dashurisë, që edhe Petro Marko gjithmonë e thotë. Ne duheshim dhe ishim luftëtarët e jetës dhe të dashurisë, dhe është shumë, gjithmonë kanë qenë frymëzuese për mua këto fjalë. Dhe kur ti je dhe pikërisht ke përshkruar një dashuri të tillë dhe një çift të tillë që përballon jetën, pra këtu flitet për humbjen që për çdo lloj humbje, po për një çift të cilët e kanë ndërtuar jetën me shpatullat e veta, me dashurinë e vet, me idealizëm. Dhe patjetër që njerëz të tillë mendojnë që lënë shumë frymëzim, dhe që shumë ka ndodhur dhe mua në jetë. Do të thotë këto 5 vite, përveç se dhimbje, kanë qenë vite shumë frymëzuese për mua dhe kam bërë gjëra shumë të mira edhe megjithëse ngela veten, edhe kam qenë edhe një luftëtare prapë, edhe e vetmuar, edhe e vetme, jo e vetmuar s'kam qenë asnjëherë, se gjithmonë kam qenë e rrethuar nga njerëz që i dua dhe ndua. Faleminderit. Ti je frymëzuar dhe na ke frymëzuar. Unë do të doja që kushdo që pyet Ritën të na prezantohet pak më herë. Vilma, pedagogë e Universitetit Snej Qemali, Vilma Dello. Po e vazhdoj atje ku e nisi edhe mikja jonë më parë. Nëse do ta fytyroni mungesën në një personazh, ta materializonin në një frymor. Nëse ata që e kanë shkaktuar këtë mungesë, e cila është bërë edhe roman. Nëse do ta lexoni librin, ju vetë si do ndiheshit si përballur e ekspozuar apo e çliruar me atë që keni bërë? Mendoj po. Mendoj e çliruar. Dhe e dyta, e mendoni që koncepti i mungesës jo thjesht për librin, po edhe më gjerë, është diçka që duhet plotësuar detyrimisht apo duhet kuptuar dhe pranuar? Faleminderit shumë për pyetje. Pyetje shumë e bukur. Mendoj që është pranuar. E kam shkruar, ajo janë kryesore, mbase nuk është dajë dashuria sa është pranimi, që ne ta pranojmë, dhe kur ne pranojmë mungesën, jemi më të qetë, jo domosdoshmërisht e zëm atë vend, sepse ai vend ka atë pjesën e vet, ka frymën e vet, dhe jo domosdoshmërisht i ngelesh vetëm me këtë frymë, sepse jeta të ofron edhe gjëra shumë të mira, shumë të bukura, të afron mikesha të tjera, miq të tjerë, dhe ti vazhdon edhe bën jetën tënde. Por në fakt, unë e kam trajtuar pikërisht të që më pyete Vilma, e kam trajtuar te poema, ke pjesa që çfarë është boshllëk, apo është, si thua, Pranik. Apo është pranik. Sepse ti është një vend tepër apo është një vend bosh. Tani më kujtuan tamam vargje. Pra ti ke një karige atje, edhe të mungon dikush. Atëherë vjen dilema gjithmonë që
që se ne gjithmonë themi, është një vend tepër. Pra nëse këtu do ishte një karrige bosh, ne do thonim kemi një vend tepër. Dikush do thoshte që ky vend është bosh. Vend është bosh, ky vend ka mungesë. Ka qenë pash diçka, pash një ditë në televizor te këta folësit në të stacionet e huaja. Dhe në një momenti tha ai si ka mundësi ke mua s'ka asnjë karrige bosh. Edhe asnjë karrige tepër. Jo tha është bosh, tha se unë vija gjithmonë me babain tim tha dhe është hera e parë që babai nuk është me mua, edhe do artrokitën të gjithë pastaj. Si duket është gjithmonë kjo dilema që ne njëri quajmë, varet se si dihem, njëri quajmë tepër, njëri quajmë bosh. E rëndësishme është që njerëzit që kemi dashur gjithmonë mendojnë, a e mbushin materien, a e mbush dot fryma e tyre materien tonë, sepse ne gjithmonë ata që prikim quajmë materie, jo frymën. Edhe kjo ka lidhje si ndjehemi ne. Faleminderit. U lodhe ti, në një nga kocë. Rozi ta ndihmoj, jo vetëm Ana. Rita faleminderit shumë, më quhem Elta, edhe po i Rom, jam në Vlorë të Bërtëria, kështu që Rita të faleminderit për flesh. Ideja që kam unë është si në çfarë mënyre mendon ti që feminizmi në Shqipëri ka ndërtuar zërin e vet. Edhe sa Shqipëria ose feminizmi në Shqipëri është akoma i huazuar nga vende perëndimore, nga feminizmi që vjen nga vende perëndimore që mund ose mund mos përshtaten me kulturën tradicionale në Shqipëri. Pyetja më saktë çfarë si ndikimi jonë personal si shkrimtare dhe çfarë bën Alba se si shpjeguese që t'i japi zë feminizmit në Shqipëri. Faleminderit. Faleminderit shumë për pyetjen. Është pikante si pyetje. Unë si shkrimtare me të drejtën nuk dua të gjykoj kur them nuk jam shkrimtare feministe, sepse shkrimtarët feministe shkruajnë një letërsi që quhet letërsia e angazhuar dhe tematika gjithçka tjetër, qëllimi i atyre që shkruajnë është tematika, qëllimi, mënyra stili e gjithçka tjetër ka të bëjë me letërsinë e angazhuar dhe që të nxjerrin tamam ato gjëra të cilat duan ato me qëllim. Letërsia ime është një letërsi pa qëllim, që anon më shumë nga pjesa nga estetika, por unë do të thoja duke qenë që shpesh njerëzit thonë po, një shkrimtar që thonë tabush, flet për lirinë e femrës, sepse unë nuk kam dashur që të shkruaj dhe njerëzit mos e dallojnë dot gjinin, se ka shumë shkrimtare, madje edhe të mira dhe kanë problem që t'ju dallohet gjinia. Te mua s'ka ndodhur asnjëherë kjo gjë, sepse në fundit unë jam femër edhe ato dhimbje që ndjej unë ndjej si femër, edhe dhimbjet e lindjes, një shkrimtar do donte ti përfytyronte, ndërsa ato që ndjejmë ne, dhimbjet e lindjes, dhimbjet nga menstruacionet, ato komplekset tona, i dim ne më mirë. Dhe në qoftë se shkruaj për disa gjëra, të cilat janë përgjithshme për individin, por disa gjëra që janë pikante për femrën, ose për lirinë e femrës që e kam shumë, sidomos te libri Prima, që ajo nuk e ka në rini, se nuk ja lejuan në rini, por ikën në përstepa që të gjejnë një oazë me fëmijën si kanguri në marsipju. Pra, ti liri mund ta kërkosh në çdo kohë. Të gjitha këto janë vargje të cilat flasin normal për lirinë, për feminizmin. Shpesh më thrasen edhe në debate televizive, për tema të ndryshme, njerëzit më kanë cilësuar tani shkrimtarë që thyen tabu, ma kanë vendosur ato, nuk ma ka vendosur kritika letrare, dhe mendoj që lidhet pikërisht me këtë sa hapur flasim ne, se edhe kur flasin gazetarët, po jo se për këtë temë nuk vin njerëz, ja je ti, është Moza, është dikush tjetër, është Ana, është dikush tjetër. E kupton, do me thënë që ju jeni të lira që mundet të flisni për këtë gjë. Por mendoj se në Shqipëri ka lëvizje shumë mira patjetër, por mua asnjëherë s'm ka pëlqyer ajo pjesa ekstreme. Unë mendoj që në botë feminizmi është më ekstrem,
Pse e them këtë gjë? Sepse ata e kanë fituar, ato e kanë fituar me kohë këtë gjë. Madje unë njoh miq të mi që jetojnë në Gjermani ose në vend tjetër që thonë do të bëjmë një shoqat neve burra tani, sepse po kemi asnjë të drejtë, gjithë drejtat na i kanë marrë gratë. Është pak me humor, po mendoj që në Shqipëri nuk ka ekstremitete të tilla sa ka ato i kanë fituar pak a shumë ligji funksionon, jo se nuk ka punë, jo se nuk ka, ato do ekzistojnë gjithmonë. Flasim për pjesën e përgjithshme. Njerëzit që takojmë ne, gratë që takojnë, familje që krijohen, unë nuk shoh ndonjë dallim midis grave dhe burrave që krijojnë familje. Burrat po bëjnë akoma më shumë sot punët që bëjnë gratë. Bajnë fëmijët, kur gruaja mund të fitojë më tepër para, janë gjëra që kanë ndryshuar shumë. Prandaj te ne mendoj që feminizmi se ka arritur atë ekstremi që s'kam nevojë për burr. Janë shumë të rralla ato gra që thonë do ta ndërtojnë jetën time dhe s'kam nevojë për burr. Unë i takoj një brezi më të vjetër që them nuk ka gjë më të bukur që të kesh në krah një burr. Kështu që kjo është pak a shumë pyetje e ime. Dhe në një çuditë me vërtet kur shajnë, ose ndodh një vrasje një dhunë edhe burrat janë kështu, po prit njerëz kemi nuk kam pas një babat në kushëm, kemi vëllezër, kemi njerëz edhe qartë, jeta jonë është mes burrave. Por sot ka bërë një pyetje Arturi, shumë bukur, a janë të lirë, më tha, në pyetje një, janë të lirë gratë, pastaj më bërë pyetje, s'ka kisha për njëri, a janë të lirë burrat. Dhe e beson që edhe burrat ka shumë pak burra të lirë, sepse jo në lidhje me lirinë që burri nuk bëj çfarë do. Ajo nuk është liri. Qoftë edhe ke femra që femra bëj çfarë do. Unë mendoj që liria lidhet me atë pjesën e trurit, me atë pjesën si mendojmë ne dhe sa rahat jemi ne dhe sa të çliruar jemi ne nga komplekset. Dhe liria lidhet gjithmonë me përgjegjësinë. Nuk mund të thuash ti që unë sot jam rahat, s'kam nevojë për fëmijë, s'kam nevojë për këtë punë e madhe, kam sa para, shkova në punë, nuk shkova dhe që nga nuk është liri kjo. Liria është luftë, liria është përgjegjësi dhe atëherë ti e kupton tamam se sa i liri je. Dhe për shembull unë vëre që ka gra poete, i vëre edhe në Kosovë, gra që shkojnë në Maqedoni, që janë duke shpërthyer. Arti Stefa mund të ndihmojë më shumë me këtë temë, sepse merret me analizë dhe me kritikë edhe me shkrime, po me vërtet gratë janë, po shkruajnë shumë më me guzim. Burrat kanë një lloj autocensure ose thotë unë do shkruaj për tema të mëdha, do shkruaj për tema historike, për temat e komunizmit, nuk shkruaj unë për këto gjëra të vogla se beti shtrati gjysmë bosh apo u bë gjysmë plot. Falenderoj për fundin që kushtoni Florës, falenderoj stafën e ftesës. Unë do t'i pyesja për fjalën kyç për mungesën. A mbetet gjithmonë, është ndjenjë që qëroj me kohën për ju, apo mbetet gjithmonë e hapur? Dhe mund të flasim për mungesën një dashuri në distancë. Do të thënë, kur ke një dashuri në distancë, a ka mungesë? Mungesën e humbim dikë. Dhe a mbetet kjo, së pari kisha ishte me pyetje. A mbetet kjo një ndjenjë e hapur, apo shërohet me kohën për ju? Dhe a mund të flasim për një dashuri në distancë në momentin që se kemi dikë, qoftë dashuri, qoftë prindi, qoftë. A mund të flasim gjithmonë? Po patjetër, mendoj se po. Në distancë herë mendoj që është thjesht një mungesë fizike, por që ti je gjithmonë plot se dashuria është aty me ty. Dhe gratë dhe burrat nuk kanë atë panikun o bobon, nuk kanë një njerëz që më do, edhe që po mendon për mua. Ndërsa në rastin e parë, në rastin e humbjes, ajo është tani mungesa, është ajo që tha. Është e pranishme. Në lidhje konkrete për cilën jemi duke folur. Ajo nuk mbushet, mund të mbushet, mund të ndodhi diçka tjetër, por s'ka lidhje me atë që mbetet mungesë. Na mungojnë gjithmonë njerëzit që kemi humbur. Madje unë poemën e mbyll me 3 vargje, se poema ka dhe ilustrime shumë bukura që ne vendosëm t'i vëmë edhe në sfondin blu. Shumë erdhi, kështu e ndjem bashkë me dizajnin, se me nga merën dhe Viktorin Artur Alia që ka bërë ilustrime. U bëm një ekip që gjithë njerëzit e pëlqejnë edhe librin, pra si që është si titull që e ka pëlqyer shumë,
Kanë pëlqyer shumë edhe ngjyrën. Ngjyrën blu kanë pëlqyer dizajnin dhe që ka lidhje pikërisht me mungesën. Pra mungesa pas ka dhe ngjyrë. Faktën e kështu e menduam. Faleminderit. Unë jam Thomaj, ish mësues. Zonja Petro, unë tek si lexues tek ju kam parë po, që ka ikur nga cenzura që pastaj që keni ardhur tek autocenzura. Sigurisht jeni ndryshe, këtu i nga në tona që flasin kështu lisho, do thoshin ky lloj poeti ka një drasmangut, nëse i respektoj. Ndërsa, shiko, që ku jetë të kam drasmangut? Duhet ta vetë që poezia ndryshe. Nëse unë e zonja këtu, zonja Anisa, që është një nga operatorët e famshëm të turizmit ndryshe, që do të thotë turizmin e kate kulturor dhe turizmin e qëndrueshëm, e falenderoj unë shumë, pak në emrin, po, sigurisht që s'ka ku e gjenë Lazgushi, ishte ndryshe, edhe Kadarej ishte ndryshe, Blushi dhe ai ka një drasmangut, ka këtu, sigurisht jeni dhe Petro, edhe jam i lumtur me gjithë të tjerë, që jam pjesëmarrës, po mbase në këtë prerje, ky është mendimi im, është edhe Ahmeti. Dhe pyetja ime është kjo. Sa goditse e dhunshme është Shqipëria, e sigurisht dhe shqiptarët, me së cilëve dhe unë, që do të thotë. Nëse Sami u ka thënë një kohë është aq e emancipuar, sa emancipuar është femra, këtu ka një përjashtim që me këto dy femra që përmenda, do të thënë në shenjë respekti, me këto dy gradë dy zonjë, pra e kanë ka përgjyrë shekullin. Zdi kur do arrin burët në këtë etapë, edhe do Sami në bazë e gjartë, do e vlerësoj. Por, kam një si lexues një linje. Për këtë që thash, gjithë kjo madhështi, del të goca dhe gjatë. Gjithë ajo Mimoza Ahmeti do të shkoj në fermë, e pse këtu duhet përdorin shqiptarët, dhe duaj një koment nga në juaj, e para. Sepse unë e di se sa kundërvënie kanë pasur për poemët edhe për romanit tuaja. Sigurisht masë. Sigurisht që ne jetojmë në kohën e tallavat. Dhe nëse duhet të arrijmë standardin, pastaj e kemi shumë vështirë. Pyetja e dytë është kjo, do të thonë në substancë këtë, nëse mundej të thonë. Dhe së dyti, bashkë me këtë tallava është përsëri goditja masive aktuale, me që ju e keni lënë të parë të prozës dhe poezisë fjalë, dhe shqipen që artikuloni aq bukur, dhe që do na lini pasuri e do na lini prezat. Është pa pranueshme në këndvështrimin tim, akoma dyzimi dhe lufta kundër shqipe standarde dhe shqipe cilësuar. Cili është komentimi? Nëse doni mu falenderit shumë. Po patjetër, e para ka lidhje me atë që thamë pak më parë, njerë sa gjëra janë edhe spontane. Dy motra, dy vëllezër nuk janë njësor. Dikush lidh më me shpirt luftara, dhe dikush lidh më meditativ, dikush do të bëjë një jetë më të rahatshme. Dhe mendoj që qofte unë, qofte edhe Kemoza, kjo pjesa që të bësh një jetë pa menduar shumë se çfarë mendojnë të tjerët. Po edhe kjo është një tip me dy presa, se duket sikur unë s'dua t'ia di për asnjërin. Nuk është e vërtetë, se në jetën time unë kam punën time, madje edhe kur mbas e botova librin Rima, kush më njihte dhe fillova të dal televizor, filluan njerëzit duke thënë, po kjo që ka grua serioze. Do të thënë, kush e di çfarë ka menduar në kokën e vet. Ose e kundërta mund të ndodhi dhe me imazhin e Mozës atje ku është, që shumica normale do për lirinë e vet, po dhe dikush mund të thotë, ma gozha grua, kjo tani si çfarë bën, e kupton? Mendoj që ka gjithmonë një film që ndan atë që është serioze edhe atë që është vulgare. Dhe atë që është liri dhe atë që është anarki, që ti mund për çfarë duhet. Është gjithmonë një film që ndan
Dhe brenda natyrës sime, mendoj që kam lujt fort te ky lloj filli, që kam ruajtur dhe lirinë time, po ama e kam respektuar dhe mendimin e tjerë. Dhe asnjëherë unë nuk kam kundërshtuar askënd që më ka kundërshtuar dhe nuk ka shijen e letërsisë sime. Kur ndonjëherë, as kam fyer njeri dhe kur ka qenë me argumente e respektoj them, edhe unë kam shijet e mia në letërsi. Jo domosdoshmërisht të dua patjetër se e duan gjithë për shembull drejtorin e duhet ta dua dhe unë, e kupton? Po jo e vlerësoj. E vlerësoj se kam argumentin që ta vlerësoj. E jetë që ndodhi dhe me gjykimin ose me mënyrën. Moza është vetvetje dhe bën ato gjëra të cilat janë brenda natyrës vet. Po të bëja unë si moza, mund ta veshin gjithë. Dhe unë mund të humbja shumë pikë. Nësa moza në ato format ka fituar shumë pikë se brenda natyrës vet. Dhe njeriu dhe të rinj neve gjithmonë i këshillojmë kur flasim, shkojmë në shkollë. Ruani atë që është ajo e juaj, edhe kur vishesh, jo se s'do ecësh me modë, po bëj atë gjë që ty të shkon. Sillu në një mënyrë që ty të shkon, që dikush tjetër thotë, e po mirë, e bën ajo, po është vetvete. Apo s'është kështu. Kështu që kjo është shumë e rëndësishme dhe normal ti je njeri i ditur, ku ka gjë më të mrekullueshme se sa ti je njeri i ditur. Nuk ka, sepse ai i dituri të vëj gjithmonë me shpatulla për murin. Edhe do t'i jesh dikush i themin e trime në këtë jetë, do të zësh një të dashur bukur, bëj dhe shaka ndonjëherë, po si she i lexuar, po s'di të artikulosh, po s'di të thuash 5 fjalë. Normal, dhe neve tani kemi shumë skema në televizion, vajzat e show, djemtë e show, është gjuna sepse janë konsumuar që të rinë, dhe ata nuk kanë më kohë dhe nuk i bën më përshtypja ati manitja nga një libër i bukur apo të artikulosh, po nuk lexove, ne jemi brez që lexojmë, unë isha në një shtëpi të moshuar përpara në ditën botërore të librit dhe ata flisin aq bukur se kishin lexuar gjithë ato libra dhe ishin edhe 80 vjeç aty, vetëm e vetëm se është brezi që ka lexuar libra. Libri është e thellë. Teknologjia na jep informacion shpejt, edhe ajo ka vlerën e vet, por libri ta jep dijen e vet. Kështu që nuk do të ikë me ndryshim. Kjo është më rëndësishme. Shëndes, profesor Kastrioti, jam shumë e lumtur që kam të thotë. Përshëndetje gjithëve, përshëndetje Rita, përshëndetje Ana. E të dalit pak me hyrjen pak. Pyetjen e parë që i bëre Ritës Ana. Lidhja me Vlorën. Unë mos kishe dhe asnjë lidhje me Vlorën, po je shumë lonjate. Sepse je guximtare edhe sfituese. Nuk e kam fjalën për letërsi. Ritas unë e di se një fëmijë prej dekadësh. Nuk i pëlqen që t'ja vlerësojnë letërsinë për guximin. Por t'ja vlerësojnë letërsinë për vërtetësi dhe për sinqeritet. Edhe si njeri letrave gjithashtu do të thoshe që në fakt vetë akti i të shkruarit poezi dhe i të shkruarit letërsi është akti i guximit. Sepse hap shpirtin tënd përballë njerëzve që nuk i njeh, që nuk i di, që nuk e di si do të vlerësojnë, që nuk e di si do të presin. Dhe këtë ti e ke bërë me guxim, siç ke bërë me guxim edhe ca zgjedhje të tjera në jetë. Rita unë e njoh pak nga kohët e hershme kur ishte një redaktore një shtëpie botuese të librit shkollor, dhe për shkak mos pajtimit politikave të botimit ka dhënë dorëheqje të gjithë jotëve. Edhe sot e kësaj dite shumica e kërkojnë punën e shtetit për të qenë sigurt në një sqetull, në një rrogë që rrjedh ashtu e sigurt. Rita Petro doli më vete, hapi shpinën e saj botuese, sfidoi kokën, sfidoi situatat, sfidoi tregun dhe ja ku është sot. Kështu që unë dua ta lidh pyetjen time se më takon dhe unë mund të bëj një pyetje, nuk mund të isha i munguar në këtë ngjarje letrare për Vlorën, ardhjen e laureates Rita Petro. Kështu që do të dua ta celebroj praninë tënde këtu me një pyetje. Rita shkrimtare dhe Rita botuese. Në çfarë janë me një tjetrën, se zakonisht në perceptimin edhe të kritikës, pse jo, edhe të studimeve letrare,
konsiderohen si palë përballë njëra tjetrës. Tani ti ke të dyja, se je edhe shkrimtari edhe botuese vetë. Si I pajton këto dy anë të njëjtit? Fillimisht ka qenë e vështirë, po mendoj kur hap fillim shtëpia botuese se kuptoja se çfarë ishte duke ndodhur. Dhe normal fal partnerin tim që merrte më shumë vesh se nga unë se biznesi patjetër. Fillova dhe të mësoja ligjet e gjëra. Por mbi të gjitha fillova të mësoj dhe atë pjesën që ti duhet të investosh. Nuk është problemi se ke kaq para, edhe shitet disa libra, ato nuk janë tua, kjo ishte mësimi i parë. Ato që po numëron nuk janë të tua, nuk janë tona. Tash këto do shkojnë edhe diku tjetër. Do paguhet autori, e drejta e copyright, do paguhet shtypshkronja dhe pastaj do shikosh se sa ngelen. Dhe nga këto që shikon se sa kanë ngelur, edhe këtu prap nuk janë të tua se do bësh edhe një lloj investimi tjetër që të të si puna. Dhe ka qenë vite, vërtet vite lufte, vite më të vështira se unë, edhe kur të shikoj për shumë kundërshtarë që vërtet ke filluar të bësh diçka që e nuhatin, ata që janë peshë të mëdhenj, e nuhatin që do t'ju afrohesh, atëherë lufta është akoma më e madhe dhe mendoj që në këtë moment durimi dhe vullneti që sepse të kap frika, të kap paniku, nuk jam vleka, unë nuk di ka me bë biznes. Dhe këto janë vitet më të vështira. Pastaj kur krijon themele, kur ndërton një godinë, edhe sot e kësaj dite të heqin tulla sa duash, por që këto kanë qenë dy parimet tona dhe parimi I konkurencës së ndershme, dhe që mos pranosh asnjëherë ta hedhësh vallen me që gjithë po hedhin vallen kështu, po hedh edhe unë kështu. Ja. Do me thënë, normal një ekuilibër do ruash, patjetër, por që gjithmonë në peshore duhet peshoj mendoj virtyti dhe jo vesi. Dhe këto ka qenë mësime që nga marrë nga vizionë. Po pasaj ka pas dhe diçka që është një çeku I libër, se ti krijon. Pasaj ke punë me autorin. Dhe vetëm gjithmonë jam munduar që me autorit I kam bërë pyetje vetes. Si do të vite ty të sillej botuesi, apo si është sjell dikur me mua, sepse unë vonë hapa shkrim botuese, edhe këtë I kam bërë gjithmonë pyetje, kam dashur gjithmonë dhe e bëj, dhe prandaj autorët na duan shumë, përkthyesit e kemi anën, na besojnë, jemi shumë, domethënë jemi në kulmin e ndershmërisë, duke I treguar dhe që në fillim dëgjoj kjo funksionon, kjo nuk funksionon. Unë e kemi bord, ky libër bëhet, ky libër nuk bëhet. Është brenda politikave tona, s'është brenda politikave tona. Kështu që e kam ndjerë këtë gjë dhe tamam jam sjell me ata si do doja dhe unë silleshin botuesit me mua. Dhe pastaj por, ajo lufta më e madhe midis meje ka qenë si autore tekstesh, sepse këtu je shumë e ngurtësuar dhe nga ana tjetër të duhet të jesh shumë e lirë. Poezia më ka dhënë një lirik pa kufizuar, programe shkollore, teksti shkollor, të fut në një punë që ti duhet të jesh strikt. Po edhe këtu e kam rujt ekuilibrin dhe kam marrë nga pasioni I poezisë e kam futur ke teksti shkollor, e qoftë edhe nga struktura dhe nga serioziteti I asaj pune e kam futur te poezia, se unë për shembull kur bëj një libër I jetë. Për shembull, e bëra poemën e mungesës, unë fare mirë mund t'i vija nga një titull gjithë poezitë, edhe mbaroj, jo, thash do bëj strukturën. Këtë e kam nga puna që punoj me libër shkollor. Duhet bërë strukturën. Edhe libri në fakt është shumë I rëndësishëm, jo vetëm që shkruajmë, po dhe si e strukturojmë, për sjell edhe diçka të re që nuk e ka sjell dikush tjetër. Unë mendoj se kjo do jetë pyetja e fundit, ka shpjegimin edhe kohë. Kështu doja, ne nuk duam të lodhim, se unë nuk lodhem fare, kështu që unë por ju kam ardhur patjetër. Ishtë mësues. Profesor. Të falenderoj për shkrimet e bukura që bën te portali shkollor. Mendimi im është ky. Alita Petro në jetën letrare shqiptare sot është një dukuri e veçantë. Për të mos përdorur fjalën fenomense. Fëmaj tha problemin e standardit gjuhë shqipe.
Më falë se u përgjigja. Normal, te pjesa institucionale duhet respektohet standardi. Me këtë parimja, ke pjesa tjetër nuk ka si gjua e cila është shumë e gjërë se sa standard. Dhe se dalon sot askush. Të respektohet dialektet e gjithë. Akoma standardi gjua e njësuar? Standardi duhet për anën institucionale. Dhe duhet ta respektojnë gjithë. Ka një luftë bile që është dhe institucionale ka një klasë. Shkon më apër shumë i gjatë. Okej. Po unë jam për të respektu gjuhën institucionale në institucion. Dhe pjesa tjetër jetë lirë gjithë bëjmë qatë zionë. Sot Rita Petro është një fenomen, përdor fjalën fenomen, në jetën letrare shqiptare. E duan apo nuk e duan, kanë simpati apo s'kan simpati. Ky është një problem tjetër. Por realisht Rita Petro sot është një fenomen në jetën letrare në kulturën shqiptare. Edhe që ka shkuar edhe për te kufive, me përkëtimet që jam bërë. Me një guxim e do ditur në balë tabut. Tabut e ka thënë dikur në një intervist që këto gjëra bisedohen. Njerëzit kur janë grupe, dyshe, meshkuj po dhe femrat, flasin hapur. Unë guxova që këtë ta bëj ardhë, ta bëj letërsi. Prandaj them që Rita është një fenomen sot. Edhe ke arritur një nivel të caktuar të krijimtarisë tënde. Unë do të bëja një pyetje kështu, ke arritur një nivel të caktuar, një pjekuri të caktuar në krijimtarinë tënde, a mund të na thuash çfarë synon, çfarë guximi ke për nesër? Se ti tani se si duhet me moshë dhe guximi, nase bie energjia. Bie, po besoj që nëse do kem frymëzin, gjithmonë do i kem guximin. Nëse do kem. Po që të shkruaj, vetëm e vetëm për përsëritur veten s'kam për të shkruar. Përshëndetje të gjithë, jam Amila Tonë. Duke u nisur se jam dhe mësuese të shkruaj dy pyetje të cilat tani i ka gjuar gjithë bisedën tuaj. Rast parë urime për librin dhe për gjithë krijimtarinë tuaj letrare. Në rast të dytë urime për Albasin, se si mësues ne jemi e përdorim në jetën tonë përditshme në të gjitha lëndët që janë mësim. Librat tuaj të fundit kanë që sjellë një ndryshim në vizionin e letërsisë në Shqipëri, edhe pse u kundërshtuan apo pati reagime shumë të mëdha, kjo është një shenjë që gjithsesi reaguan. Të gjithë reaguan dhe kjo do të thotë që kemi një ndryshim, një vizion tjetër, një mendësi të re. Dhe jo vetëm nga librat tuaj, po shikojmë edhe poetën Mimoza Ahmeti, kemi disa krijuese të cilët kanë hapur dyra të reja. Për mendimin tim, mendoj se duke u krijuar një frymë re, ndoshta do të bëhet një studim i ri mbi këta pikturim të re që është krijuar, mbi këta autor të rinj dhe desha të pyes. Sa jeni ju të interesuar si botuese që ne të krijojmë një mundësi që të japim shanse dhe autorëve të rinj të sjellin me sjellje kreative të reja, apo të kemi një organizim i kritikën letrare në Shqipëri. E dyta, sa mendoni se mund të hyjnë ca libra në programet shkollore, sepse normalisht futja e letërsisë bashkëkohore në programet shkollore mund të zgjojë dëshirën e brezave për librin, që është një fenomen në zhdukje. Normalisht ndoshta jo në zhdukje, por që po lihet pas dorë sipas risive të reja të inteligjencës artificiale. Faleminderit, Anita. Por të rinjt, ne si shpërbotuese votojmë vazhdimisht autor të rinj, unë thash ne kemi një bord që i miraton librat, ose kur e shohim që ky shkrimtari i ri ka nevojë edhe për mbështetje, por shohim që ka dhe talent, se ndonjëherë vetëm se do të votoj libër, nuk është se i kemi mbështetur shumë, se i kemi thënë që dëgjoj, sigurisht me një lloj etike, po sepse duhet të t'japi diçka, do t'japi një shenjë që dëgjoj ky po bëhet shkrimtar, jo të mbushi kot se po boton libër. Ndërsa, po për të mbështetur, jemi nga shkrimbotuese që të rinjt i mbështesin më shumë. Dhe kemi bërë shumë aktivitete, madje me mozën, sidomos me të rinj, kemi bërë
ngritëm dhe një grup të rinj të cilët u bë kështu si klub me të rinj dhe flas të rinj të moshave 25, 30 për këta të rinj. Ndërsa për pyetjen programet shkollore ecin shumë ngadalë në gjithë botën, bëhen vetëm ata autorë të cilët kanë krijuar epoka, përgjithsisht janë autorë të cilët nuk jetojnë më ose siç ishte Kadareja, do të thënë si thua në fund të jetës së tij, sepse ti nëpër tekste zbërten çelësin e epokës. Do të thënë jep një model, ndërsa zakonisht letërsia bashkëkohore bëhet me projekte. Me projekte të ndryshme, pra nxënësit bëjnë projekte dhe takimet me shkrimtarët e gjallë patjetër shqyqyr që jemi shkrimtarët e gjallë dhe gjithë botën bëjnë aktivitete, takohen, është gjëja më normale që mund ndodhi. Dhe gjithmonë i vihet kohë, sepse gjithkush nga neve, ne gjithë themi se unë jam i më i mirë, unë shkruaj më mirë nga të gjithë, por në shkollë nuk mund të bëhet një gjë e tillë, nuk mund të bëhet një përzgjedhje e tillë, gjithmonë do t'i vihet kohës që do të tregoj se për shembull në këto 50 vjeçarin e ty, cilët autor kanë mbetur dhe gjithmonë mbeten shumë pak. Ose Gjermania me një gëte, në shekull gjitha e Gjermani, ose edhe letërsim bashkëkohore me 1-2 autore ka, të tjerë shkruajnë, po flasin për ata që studiojnë në shkollë. Po? Anisa, duhet të them. Një nga gosat e reja kishte ndonjë gjë? Jo. Profesor, Anisa, do të thoshte diçka ti? Nuk e di nëse mbaroj apo jo. Ka më pyetje? Ka ndonjë me radhë dikush? Ka më porosi që ju doja? Po. Vajzën? Thjesht isha dëshirë të lezoja një poezi. Kjo s'është okay. Jam Dhe lezoj? Hajde këta. Se ka që më thej që dhe e kam lezuar libri, pra taj duaj që... Nuk me tregosha për te. Dhe shumë mirë. Unë jam Anita, fansa e letërsisë, edhe kisha dëshirë të lezoja një nga poezitë. Faleminderit. Vitet që ishim bashkë, shkuan si kur të ishin ditë. Orët u shndruan në sekonda, aq të limitore se nuk gjeni kur kohë për arkimin personal. Të gjitha të shpërndaren dhe i kthej. Letra dashurie, kartolina, shënime, foto, video, shirika filmash, celuloid. Copse gazetash e revistash, fatura bankash e pagesash, kontrata dhe prishe marrëveshjes. Për herë shpresonin të një fundjavë tipi me shi. Por koha ndronte në drejtim të erës dhe era nuk dali për ne. Se ishte kohë për ëndra, kohë për sfida, kohë për seks, kohë për romancë, kohë për miq, kohë për kundërshtar, kohë për udhëtime, kohë për kthime, kohë për grindje, kohë për falje, kohë për lutje, kohë për dreq. U gjetë dhe kohë për të ikur pa krim me një rikrimesh. Ti thua, do ta bëj nesër, do ta bëj nesër. Kështu që nuk ka nesër. Nuk ka nesër. Faleminderit. Ishte vërtet si sa profesor Kaseloti, një ngjarje vërtet letrare, ngjarje vërtet letrare edhe për Vlorën. Ju falenderoj të gjithëve që ishit, edhe në emër të autores, falenderoj Ritën për çastet e bukura që na dhuroi, natyrisht mikpritse, e cila kërkon tashmë ta mbyll ashtu siç e kanë zakon të natës. Shumë e bukur sallë, faleminderit. Shumë e bukur salla, kush e zemra që shikoj që ka kaq shumë pjesëmarrje sot në këtë ditë pushimi, të fundjavë pushimi. Të falenderoj shumë Rita që zgjodhe Vlorën për të ndarë të takime ne, po të kuptimin tënd i të tua. Për momente shumë të mira për të reflektuar mbi dashurinë, lirinë, të gjitha gjërat që ka njeriu. Na ndihmon dhe ne që të hapim shpirtin, zemrën, mendjen tona. Të falenderoj shumë. Se sa hapë, se ta nuk do flas kaq shumë. Unë juftoj të gjithëve, faleminderit shumë Ana për moderimin, juftoj të gjithëve, tek kemi përgatitur një banketë të vogël, të bëjmë gëzuar dhe patjetër aty mund të merrni dhe librat tuaj të autografuar. Mund të kem diçka? Patjetër.
Në fakt unë doja me që se dje me Glonjatët kemi përcjell për në banesën e fundit Vilhelm me Vragarin dhe doja që nuk filloj ky për me një marrë, do doja një minutë heshtje për një zonjë të nderuar e cila filloi të shkruaj shumë e vogël, po botoi në moshën 57 vjeçe sepse ishte persekutuar. Meqense folën për mungesën, bimjet Vilhelm Vragari ishte një zë jashtëzakonshëm i Vlorës, një grua luftarake që ka luftuar për lirinë shoqërore dhe më tepër. Ju falenderoj. Kemi për jashtë e presim një libra.